sollën vendim që Aleanca për Shqiptarët të shkon në opozit. Aleanca për Shqiptarët krenarisht tregon se vitin e kaluar sbashku me partitë e Vlenit arritëm që ta sjellim ndryshimin apo rotacionin politik të shqiptarët, po ky ndryshim fatkeqësisht konstatimi ynë është se nuk është ai ndryshim që e premtuan, po vetëm një zaventësi tyre. Normalisht ne i kemi pas plot pakënaqësi gjatë qeverisjes tonë. Çfarë ishin pakënaqësitë tona? Kryesisht ishin plot gjëra të cilat ishin që bëheshte fjalë për çështjet etnike. Ballanseri u hoq, ne kërkuam ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Na premtoheshte nëntor, dhjetor, janar, shkurt, u bë maji, askund nuk është ligji. Ka edhe plot pakënaqësi tjera, të cilët na i thonë qytetarët përditshmërisht. Kryesisht bëhet për marginalizimin e shqiptarëve në administratë dhe punësimin masovik të maqedonasve dhe pjesëmarrja e vogël e shqiptarëve që punësojnë në institucione shtetërore. Po pavarësisht kësaj, Aleanca për Shqiptarët sot vendos t'i kthehet qytetarit, e kemi thënë se nuk kemi lind në qeveri, kur çdo kush vrapon që t'jetë me çdo kush pjesë e qeverisë, ne duke qenë qeveri, themi faleminderit, nuk ja dolëm atë që e planifikuam dhe sot i kthehemi qytetarit dhe sbashku me qytetarin me hallet e tyre, t'i kthehemi, të mundohemi ta kthejmë dinjitetin e çdo qytetari në Maqedoni, po veçanërisht të shqiptarëve. Kështu që nuk më betet tjetër gjë, veç dua të them se është vendim unanim, Aleanca për Shqiptarët është unike, vazhdojmë me krijimin e shtabeve dhe me organizimin ton për zgjedhjet lokale që do të bëhen në tetor, ku jam shumë i sigurt se Aleanca për Shqiptarët do të bën rezultat të jashtëzakonshëm si asnjëherë më parë. Faleminderit.